E para, Ben Blushi nuk është historian dhe ai është ignorant nga ana e historisë. Ai është e dyta, Ben Blushi vjen nga një familje që ka historikisht urrëtie kundër Islamit, që nga gjyshrit e stërgjyshrit e tij, që ishin ndoshta televizjen e Vori e Pirit, duke dalë te baba i tij, Kiço Blushi, i cili ka qenë një nga regjisorët kryesorë të regjimit komunist, ku nëpër filmat e tij, si propagandist që ishte i realizmit socialist, Kiço Blushi ka ndikuar në mënyrë masive në nxitjen e urrëties kundër turqëve islamit në Shqipëri. Tu përmendim për shembull filmin Tokë për gjakur, për personat që e kanë parë filmin, ku aktoria Margarita Xhepa luan dhe tregon atë nënën heroike vllahe të krishterë, të cilës i vrasin burrin, Miti apo Dimitri, dhe djali i Mitit, Gjergji, është ai komunisti që lufton për shlirimin e Shqipërisë nga Islami. Në këtë film, Beu i Fjerita, nuk e mbaj mend se në cilin qytet bëhet filmi i Kiço Blushit, tregohet që është një islamik otoman, edhe pse ishte shqiptar, dhe ky Beu që robëronte shqiptarët prima dhe heroik, ishte në aleancë me hoxhën e qytetit. Pra, Ben Blushi pak a shumë ndjek linjën e babait të vet, Kiço Blushit, dhe kjo është një linjë islamofobike, ignorante, e cila, domethënë, në kohën e komunizmit, kjo islamofobi u përdor si armë ideologjike e regjimit komunist për të luftuar ato që Enver Hoxha quante klasat e përmbysura. Dhe duhet dim diçka që komunizmi në Shqipëri është një ideologji që u soll nga minoriteti vlla, në veçanti vllëhet e Korçës, nga vjen edhe Ben Blushi. Ishte Gjergj Kokoshi, Kristo Flamelko, Pandelit Kristo. Ishin kjo bandë agjentësh vleho Jugoslav, ata që do të sillnin komunizmin në Shqipëri.